Ja ku jemi rikthyer me njëherë pas publicitetit, ndërprerje e parë publicitare, do doja që dërgoja një përshëndetje të veçantë për gjithë ata që janë duke na ndjekur në Vision Plus, por jo vetëm përmes Vision Plusit, ndiqemi gjithashtu edhe në Kosovë përmes Radio Televizionit Kosovës, ashtu sikurse edhe në RTK në satelit, ndiqemi në Maqedoni. Fal Radio Televizionit të Maqedonisë në kanalin Shqip, ndiqemi edhe në Tetov përmes televizionit Art, ndiqemi kudo ku ka shqiptar. Ndiqemi mbi gjitha edhe në internet, përmes mundësive që na jep edhe transmetimin në live stream, ju mund të klikoni në dancingwiththestars.albania.tv. Nëse vizitoni këtë website, ju mund të ndiqni në live stream. E vërteta është që ka shumë njerëz cilët pyesin se ku mund të ndjekim kur nuk janë në Shqipëri dhe janë jashtë, shqiptarë që janë kudo, vizitoni live streamin ton në adresën dancingwiththestars.albania.tv. Okej, jemi në këtë edicion jubilar, le ta themi të nderuar miq, jemi në edicionin e 5 të Dancing with the Stars Albania dhe në këtë edicion përveç shumë risive të tjera që do t'i zbulojmë në netët në vijim, kemi edhe një risi të madhe, le ta themi që i përket koreografisë. Në këtë edicion jubile, koreografia dhe gjithçka ju do të shihni në këtë skenë, i është besuar balerinit dhe koreografit të talentuar italian Simone Piliacelli, i cili rikthehet në dancing të herë si koreograf dhe unë do doja me njerë të aftonim në skenë. Me Eduard Rokitje, Simone. Me Eduard Rokitje për t'ja rikthyer edhe njerë emocionet e dancing. I zbët shkallë sot si koreograf, Simone. Mbroma. Mbroma, Simone. Mbroma. Ciao, buonasera. Buonasera. Mirëmbrëma. Ti thua mirëmbrëma, unë them buonasera, nuk ka kuptim. Okej, parliamo in albanese. Flasim shqip. Avash. Okej. Simone, si të gjeti dancing të vit si koreograf? Si e gjetet i dancing dhe si të gjeti ai ty? Është një emocioni shumë i madhe. Sepse tani unë jam edhe një herë në shtëpia ime, sepse Dancing with the Stars për 2 vite është shtëpia ime e tani një version e koreografi. Shqip, shumë mirë me shqipen, Simone. Questo in italiano, dico. Vedem mos u afro shumë. No, vabbè. E ne me dancing kemi misi të vjetër. Sono contento di fare questa esperienza qui perché oltre a lavorare con dei colleghi, che sono stati colleghi miei nelle edizioni precedenti, lavoro con degli amici, perché siamo tutti quanti professionisti e abbiamo tutti quanti la stessa voglia di dare il massimo e dunque sì avrò una versione da coreografo, ma lavoreremo tutti quanti insieme e questa è la cosa più importante. Simone paka shumë tha që është rikthyer këtë vit jo më si balerin, por si koreograf, duke qenë se i ka miq, do japi maksimumin që miqtë e tij në skenë të jenë sa më të kompletuar me koreografitë e tij. Simone, po gjatë kësaj periudhe në Itali, si ka qenë? Shumë mirë, sepse çfarë ka ndodhur? Un kam 2 skolla e balletit, një në Rom, një në Torino. Punon me Barbara D'Urso, me Carlo Conti. Është një vit plot. Po shumë projekte presin për të bërë te kjo skena këtu, kështu që duam presim shumë prej teje, mos harro. Quante cose voglio fare, quanti progetti ho qui? No, che mi hai chiesto? No. Thash që do kesh shumë punë. Molto lavoro, io sono pronto a dare il massimo. Këtu është një projekt, kështu që ashtu quaj e ti, shumë projekte. Një kërcim, një projekt këtu. Prontissimo. Punë të mbarë dhe faleminderit që je pjesë e produksionit. Grazie a voi. Posso presentarti 2 secondi un assistente che collaborerà con me in questa edizione? Con piacere. Giulia Nardotto, che è la campionessa italiana danze latinoamericane. E lei, vieni qua. Lei collaborerà insieme a noi. Simone do të prezantoj dhe kolegen e tij që do të punoj këtu bashkë me balerinat dhe quhet assistentja e Simones. Ciao, lei Giulia. Grazie a tutti, poi ciao Elir, ciao alla giuria, professor Caccinari. Ciao. Do të gjykoj Iliri shumë fort në këtë edicion. Iliri, do kesh punë me Ilirin në këtë edicion. Ma jemi shok, Jeni shok tash. Jemi shok. Simone, si gjithë italianët, është djalë që nuk i trembet punës, që në vitet 43, kur ishin italianët, thoshin shumë punë. Kështu që nuk i trembet as pak punës. Kështu që komplimente dhe suksese. Faleminderit shumë çiftit që janë me ne në këtë edicion. Faleminderit, ciao. Mboka lupo, ciao. Po mendoja në momentin kur Simone po thoshte që dua të prezantoj edhe një bashkëpunëtorin time dhe po ngrinte gishtin, thashë se ishte Ema Andrea, po pastaj jo.
Ershme, po. Emën e kemi këtu, e kemi Mike të shtëpisë. Tani më. Të shtëpisë. Për ta bërë Okej. gati shikimin e Emës, që t'jetë shumë i rrept dhe vëzhgues, ne Më do mirë të ndjekim se edhe sa prezantimin e nami, radhës. Në fakt, përpara se të kalojmë tek prezantimi i radhës, siç e përmenda pak më parë, jemi në këtë edicion jubilet të nderuar miq, kanë kaluar 4 vite me emocion, spektakël, ethe të forta të konkurrentëve këtu në skenë, emocione të publikut që na kanë ndjekur dhe kemi patur 4 fitues që unë do doja shumë të përmendim. Ka qenë Oni Pustina në edicionin e parë, i madhi Enver Petrovci në edicionin e dytë, Elvana Gjata, këngëtarja simpatike në edicionin e tretë dhe Lori Hoxha, vajza e talentuar në edicionin e 4. Tashmë sapo kemi startuar, kemi ende punë dhe një rrugë të gjatë për të bërë. Që do të kemi edhe një fitues 5. Po, përpara se të shohim se në duart të kujt do bjerë ajo kupa në këtë edicion. Okej, dhe do të ecim me garën, vijojmë me personazhin e radhës që në fakt është shumë i dashur për gjithë publikun. Atë kanë brohoritur dhe kanë bërë tifozllëk, le të themi, me mira veta në stadiumet ku ai ka marrë pjesë. Por këtë herë do të shohim se si do deputoj si balerin në arenën e kërcimit. Jam e bindur që do të ketë tifoza pafund këtu në skenën e kërcimit dhe përtej ekranit. Zonja dhe zotri Rudi Vata. Për me keni sinqert, mund e me thanë që nuk kam kërcy as dhe një herë në jetën teme. Të pakten, këto kërcimet që po i bëjmë tani. Pra është për mu totalisht një botë e re që gradualisht po integrohem. Menoj që do më vlej për të ardhmen që ose do arrit të kërcej mirë, do jem shumë me i lumtur se që kam qenë. Besoj që ftesa erdhi në një mënyrë krejt surprizë për mu. Fillimisht mendova që dikush po bën në një shaka, po ka dëshirë me bën në një loj që herët në mëngjes. Mendova që mund tjetë në një gazetar sportiv, as nuk e kisha imagjinuar ose parë veten në një emision të tillë. Deri në momentin që të vjen ftesa, gjithmonë kam menduar që kërcimi është diçka që mua nuk më shkon dhe nuk jam për këtë artë. Nuk i shikoj si konkurrent, i shikoj thjesht si miq të ri, sepse këtu mitësum njëri me tjetrin, e shikoj thjesht si një shfaqje, si një show ku na bashkon. Nga gara pres një fair play, pres një garë që shpresoj dhe uroj ta fitoj ai që e meriton. Rudi dhe Ledja në një vals. Don't ask me what you know is true. I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, and they could never, ever tear us apart. Rudi Vata dhe Ledja përfundon me valsin. Okej. Le të qëndrojmë këtu përballë panelit gjykues,
Janë të katërt duke e parë me ngulm. Nuk e di çfarë mendojnë. Ndryshimi i madh ky nga fusha e Blert në kërcim. Fredi? Tani, Brezim sigurisht e njeh Rudin, është një ndër figurat më të mëdha të futbollit shqiptar. Për të ri, du të them që i ka qenë një futbollist me një disiplinë shumë bullore, gjithmonë ka frymëzuar breza të rish me figurën e tij. Sigurisht tani sot është në një ambient tjetër. I mbetet, unë shpresoj që Rudi, duke besuar në vullnetin e tij të hekur, do të ketë mundësinë që le të themi të rrëzoj opinionin e krijuar për që futbollistat nuk dinë kërcen, sepse faktikisht Rudi nga kolegët e tu që kanë qenë edicionet e mëparshme është kriju kjo përshtypje. Madje është kriju përshtypje sikur kanë, si thuash, dhe një fizionomi të muskujve të cilët i pengojnë që t'jenë të lirshëm. Megjithatë besoj që ti do ta kalosh, më duket që i ke gjitha mundësitë për ta kapërcyer këtë. Do të na premtosh këtë? Të paktën premto. Se çfarë ndodh pastaj? Është e vërtet, faleminderit shumë edhe për fjalët e mira. Sigurisht që është një emision, është një produksion që është hera e parë që prezantohen. Vallëzimi është për mua diçka totalisht e re, por siç e thatë ju, me punë, me sakrifica, me dedikim, njerëzit munden me bëj gjëra të mira, sikur çdo ditë të bëjmë një përmirësim sa më të vogël, besoj që do përmirësohemi gradualisht. Patjetër, kemi rrugë të gjatë përpara. Dhe uroj që ta kesh sa më të gjatë. Që të vërtetosh të kundërtën asaj që ka profesor Fredi. Okej, mirë. Atëherë, jam shumë i kënaqur që Rudi përfaqëson sonte në Dancing with the Stars dhe në netët që do vinë një kategori si që është ajo e futbollistëve, sidomos mbas performancit jashtëzakonshëm që bën sfundi në Serbi dhe suksesi që korrën, besoj që do t'jap edhe ty më shumë flatra që këtu të lërohesh pak nga kontraksioni natyral që futbolli t'jep përsa i përket baletit. Kjo është defekti që vura re në këtë valc, përsa i përket posturës fizike të trupit tënd, muzikalisht shumë mirë, pate disa momente që gabove hapat në disa pika, po shoqërove mjaft mirë Ledjen, që gjithashtu është një balerinë e shkëlqyer dhe besoj do jeni një çift që dal nga dal do ta gjeni vetveten. Okej, Milaim. Si të duk futbollisti ynë? Rudi tha në fillim komplimentën e gjithashtu ke qenë njëri prej idolëve të mi në futbol, e tha në fillim që ka qenë surprizë, tani jemi në fushën e Dancing with the Stars dhe duhet të vazhdosh lojën si në futbol, dhe kur e shikoja Ledjen edhe ty, Ledja më duke i tamam si kura i droni në stadionin e futbolit në Serbi, ishe të mrekullushe dhe vetëm vazhdoni. Ema. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Unë mendoj që sporti dhe, nuk mendoj unë, po kështu është fakt se unë mendoj, kam shpikuron zysha. Sporti dhe arti kanë pikat përbashkëta, se kanë kreativitet brenda, si kundër se në një ndeshje çfarë do lloj, jetë futboll, basketbol, ashtu edhe në një kërcim pavarësisht se disa gjëra janë përcaktuara si skema tek ju dhe në këtë lloj kërcimi janë përcaktuara hapat, ritme e tjera, natyrisht që ka kreativitet. Dhe unë këtë gjë e vura re. Do të përmend vetëm gestin e fundit për i cili le të quhet simboli i asaj që unë ja lejoj vetes të këshilloj për netët në vijim, që është dora gjesti juaj i fundit, i cili nuk mbaroj edhe pse muzika mbaroj, sepse kërcimi është si poezia, mbetet akoma edhe kur ka mbaruar performanca, mbetet diçka. Ke fjallën që mbeti ngre, por Rudit, dora. Po flisa për poezi, okay. Por dora i mbeti në lëvizje si për mua ishte pjesa më e bukur ose më sakt sensi më i bukur që besoj e gjeta tek ju në kërcim. Tani Milaim, por sa i përket asaj të flasim pak tet-a-tet. Kështu që përgëzime dhe suksese. Okej. Faleminderit. Sot ka vetëm fjalë të mira, janë shumë të mirë sot. Nuk i kam parë asnjëherë kështu, të siguroj. Sigurisht janë vim në festat e fund vitit dhe shpresoj që t'ja kalojmë gëzuar. Do ndodhin shumë gjëra para festave, do kritikoheni besoj shumë dhe kjo gjë është në mirën tuaj. Po
unë i kuptoj shumë mirë gabimet e mia, i kuptoj shumë mirë defektet e mia, faktikisht kam kanë shumë më mirë në prova, sot kisha besim që do dilja më mirë, por jam i sigurt që bëj shumë më mirë se kaq. E rëndësishme është sa e manipulon situatën. Ajo është mjeshtria vetë pasaj në skenë. Javën tjetër besoj që do bëjmë paraqitje shumë më të mirë. Jo, doja t'i bëja një pyetje Rudit, mi fjalë nga ana teknike ose përgatitore fizike, një mendim tëndim personal, çfarë ndjen në ndryshimi kush është midis baletit, dancit edhe futbollit, si përgatitje fizike? Me një fjalë, si e përkufizon? Po shiko, impostimi në futboll është gjithmonë para, kurse në dans është gjithmonë më mrapa. Kështu që instikti i parë domethënë edhe kontakti me kundërshtarin, domethënë është që ti ngurtësohesh në futboll, kurse në balet duhet të jesh shumë i lirshëm. Ishte thjesht një kuriozitet, një opinion e një futbollisti. Këto janë instiktet që normalisht duhet të çlirohem, duhet të fitoj, por gradualisht Gradualisht jemi vetëm në fillim. Faleminderit Rudi dhe Ledia. Faleminderit keni qenë shumë të mirë dhe të bukur sot në këtë valë. Faleminderit. Mund të shkoni në Goldrum teksa e keni përfunduar me sukses debutimin tuaj sonte dhe do të vijoj me konkurrenten e radhës. Ajo është një vajzë. Në fakt, jam e bindur se pak nga ju e din se ajo me profesion është gazetare, por ama është një gazetare me një zë të papar. Këngëtarja me stile muzikës moderne shqiptare do të vi tani me një paso doble të fuqishme. Zonja dhe zotri Evi Reçi në skenë pas pak, vetëm pas filmit. Kam frekuentuar dhe teatr, kam parë spektakël, por asnjëherë nuk kam qenë në përkurse private ose në përvallëzime më profesionale. Ka qenë gjë shumë normale. Ftesa më erdhi nga Ardi Aslani dhe Olta Dulaku, të cilët e falenderoj. Kur ka ardhur, më ka emocionuar shumë, të them të drejtën, edhe pse në fillim pata pak siklet për të lënë jetën time që kisha në Firenze dhe ta organizoje që të vi këtu të dancing. Por nuk e mendova dy herë dhe pranova sepse besoj që është nga ato eksperiencat që le një vull shumë të madhe në karrierën e një artisti. Edhe në për video dhe në për performancat e mia skenike nuk kam kërcyer, thjesht kam kënduar dhe kjo ishte një gjë që unë thjesht ndeta e mendova dhe thash, okej, duhet bërë patjetër. Ne kemi ndjekur shumë njëri tjetrin dhe gjë e përbashkët që kemi pasur është sikleti për të kërcyer disiplina të ndryshëm dhe shumë të vështira. Konkurrentët janë vërtet shumë të mirë dhe në një nivel shumë të lartë, edhe pse ato nuk janë profesionistë, kështu që si ato dhe unë përballemi me një sfidë të jashtëzakonshme. Në rastin tim do më ndihmoj shumë në impostimin tim skenik, në artin që bëj dhe në këngët që do krijoj në vijim. Evi dhe Besi në një paso doble. I'll be a ghost, you gain, you stay the young. I'll be
edhe Besit. Do doja ta pyesja Evin fillimisht si një kolege, meqense Evi është edhe gazetar në profesion, se si duket që ti je në skenën e vallëzimit, ndryshe nga ti je duke raportuar apo duke bërë lajme, meqense ne kemi bërë jo pak lajme këtu, kemi edhe Milaimin që po e bën një lajm tani ndërkohë që është duke dëgjuar. Në fakt, mi mbrëma gjithëve njerë dhe mirë se keni ardhur. Unë jam shumë emocionuar, sepse përveç këngës, si që edhe ti jam dhe gazetare, po jam përqendruar më shumë të gazetarja kulturës, kështu që kjo skenë mund tjetë... Kjo mund tjetë një terren shumë i mirë për të bërë lajme të kulturës. Po. Kalojmë njërë dhe Juria, marrim opinionet, si është dukur Evi në këtë performansë të saj, nisim me Milaimin, meqense ka përgjykuar një gazetare, të theme. Sigurisht që për Evin është një sfidë, dhe më thonë, ne gazetarë të provojmë gojen, kështu për tash e provon edhe trupin edhe këmbët, është sfidë shumë e madhe, është vallëzim. Dhe të përgëzoj shumë jashtëzakonisht, ke qenë ti për e mirë. Ema? Doja të thosha që... Jo, se doja të shtoja, se gazetarve, në qoftë se nuk i punojnë mirë këmbët, goja s'ka më se çfarë të thotë. Bravo. Jemi dakord këtu. Jo. Për mua është një nisje shumë e fortë, sepse është një kërcim që kërkon sfida më të mëdha dhe ndoshta në javët në vazhdim mund ta përsërisim, do ta kuptoni se çfarë po them unë sot. Për mua është një nisje e mirë, urime dhe suksese, meqense sot kemi vendosur me pak sheqer përsipër të jemi. Po suksese. E zotron skenën dhe kjo është e qartë, je ambientuar. Sot do të bëjmë një ndërhyrje, edhe ti që keni shumë sheqer, meqense nuk keni ato kartonat e pikëve të famshëm, kështu që... Jo, vërtet, e zotron skenën edhe... E zotron skenën edhe... Po, unë për të gocën do flasi qik më shumë nga ana teknika, se më pëlqeu jashtë mase. Si nga ana e pozave, si nga ana e hapave, si nga ana muzikale, interpretim mjaft i bindshëm, ndjek mjaft mirë partnerin. Jam dakord me Emën që është një fillim jashtëzakonisht pozitiv. Bravo. Faleminderit Ilir. Bravo. Profesor Fredi, jam mbështetur, shot mbështetur, po je duke mbajtur shënime më duket. Jo, po firmos të që thanë kolegët e mi përpara dhe e mbyll me kaq. Atë çfarë profesori që është. Okej, Evi, suksese. Faleminderit. Ndërkohë shoh që ka diçka për të thënë Fatma dhe Olona, që rikthehen me pak kënaqësitë e tyre dhe sa për dieni me atë prezantuesin që u ngacmuat çfarë kujdes. Fillove me presionet i tani më. Vetëm kaq për momentin. Unë kisha vetëm kaq. Ta ndrojmë stacionin e apo Juria do thot në një lavë, do zien, se u është shumë e mërzitshme, e kupton vetëm mirë, shumë mirë. Kote ke? Do t'ju lim pa punë sot. Unë kam vetëm një hap, një serim vogël. Hapat i lirë shaqiri pijen kur je smur. Hapet. Hapat aty kërcet, kupton? Në rregull, se më intereson konkurrentët. E bët për ujtë ftot Jurin, kështu që, po ju pse ka qëtë urtë, ju pse ju ikën fjalët që ju? Po kemi zhurmusin sot ne. Okej, po nuk do pëlqen dhe fakti që ato ta kishin realizuar misionin kaq shpejt, kështu që... Me jo ato kjo mbetet për të parë, ju përcjell, Evi, faleminderit, suksese, Besi gjithashtu suksese. Ne ta përcjellim çiftin, të pushojnë edhe dy thumbueset. Okej, le të vazhdojmë me konkurrenten e radhës, se në fakt ajo është një këngëtare shumë e dashur e muzikës popullore qytetare shqiptare. Unë jam e bindur që kur bëhet fjalë për muzikë popullore, i kfuten telat e zemrës të gjithë shqiptarëve, ngrihen në këmbë dhe fillojnë kërcejnë dhe jam e bindur që kështu do ndodhi edhe tani, por në fakt ajo do të vi me një stil shumë larg stilit të saj. Zonja dhe zotri, Valbona Mema, pas filmin do të jetë këtu në skenë me një vals. Kjo ka qenë një ëndër e fshehur brenda
vetes time, sepse unë kur kam qenë e vogël 8 vjet, kam qenë gjimnaste. Gjithsesi do bëj pjesë ke peshat e ronda, po gjithsesi do pse të partneri im Endri, nuk e dija se a do mundesha do të isha në perfekcion. Por unë besoj që artisti ka reflekset të zhvilluara edhe është shumë e mundshme që të realizoj, po jo në perfekcion si balerinat, por mendoj të bëjmë një spektakël. Kjo është një sfidë me veten tonë, dhe mendoj që çmimi s'është asgjë para asaj sfide, sepse është një emocion më i fortë. Valbona dhe Endri në një vals. As any night, a landscape held in time under the ice. There's a house on the hill, she's living there still. Rooms are full of pictures, black and white. So the story goes, she lives alone. Her company is framed in monochrome. She keeps them alive long after they've died. Valbona, Nela dhe Endri. E thashun, kur bëhet fjalë për këngëtarët muzikës popullore, tifoz gjithandej. Valbona, mirë se erdhe në skenë me këtë vals. Na ke surprizuar. Faleminderit. Faleminderit mi mbroma gjithëve. Faleminderit ju. Më mor fryma. Jam mësuar të folë në muzikë popullore, si u ndjeve në këtë vals, mondan, aristokrat, me këtë veshje super të bukur. Faleminderit, i dua trokitje shumë fort për Ardi Arslanin. Faleminderit Ardi. Shumë faleminderit. E di unë që Ardi do jetë duke e thënë tani boll ma tha temrin boll. E meriton. E meriton, po. Kthejmë syt nga paneli gjykues. Ilirin dëgjova teksa thoshte, sa vals i bukur ky. Ma kapi veshi këtë. Zgjedhja muzikale shumë e bukur, një vals shumë i gjetur. Pavarësisht se gjysmën e parë të koreografisë nuk kërceve, me fjalë ndejte me shpinë nga publiku, që një mbajtje poze jo indiferente, që një mbajtje poze e gjetur, kërceve me këtë supermenin e baletit shqiptar, si që është Endriti, cilin unë e përgëzoj dhe e admiroj jashtëzakonisht si balerin dhe si partner, për arsye se kërceu dhe me një personazh që në armët e para të koreografisë, kur i thonë fjallës, kështu që pozitiv. Si fillim nuk ishte keq. Si fillim pozitiv. Një vals nga ana koreografike e përmbajtur. Me fjalë nuk ishte teknikisht asnjë element për cilin mund thuash i vështirë apo i pa arritshëm apo gabove. Ke një diçka të riqe mos e kput. Ta themi kështu. Okej. Fredi, nisur nga kënga e Valbonës, ec Bret Koce. Si eci Bret Koca sot? Të shi këtu na po na bëjnë si normale peshkimi, njale Bret Koca kështu. Se Milaimi gati është, vazhdon ai, fillon Bret Koca, mashkull, femën. Ai ka ato specialitetet e veta. Tashin lidhje me atë qëndrimin fiks të Valbonës, Iliri e ka si vërejtje, kurse ndofta Iliri nuk kuptoj që ja është si thush përdoret muzik interpretimi heshtjes, do me thonë të interpretosh heshtjen, pauzën, këtë boni dhe Valbona. Unë me cilësova, mbajti një poz, jo indiferente ndaj publiku, dhe pse ishte me shpinë. Sensibiliteti muzikor që ajo ka, e ndihmoi shumë që ajo ta kaloj me sukses këtë provën e parë.
Valbona, komplimente për kurajon, për punën që ke bë. Sigurisht një 10 pikëshe ke sigurt kur tjetë java e kërcimeve popullore, aty e ke të garantume. Okej, Ema. Se shumë gotë se mirë isha deri tani. Shumë pra, shumë të mirë keni qenë sot. Po na pëlqen edhe kaq të mirë. Duhet çik kritika. Doja prapë gotë se mirë do jem. Doja të thosha të komplimentoj vërtet veshjem që natyrisht është pjesë e një artisti, por një nga arsyet në të cilat unë kam gjithmonë kënaqësi të rikthehem gjithmonë. Hera e dytë që rikthehem në këtë spektakël është fakti që kërkush nuk të shtyn, nuk kërkon me çfarë do lloj pozicioni që të përmendet e po të falenderohet apo t'i thuhet emrin, dhe kam përshtypjen që nga këta artistë është edhe Ardi Aslani, me unë ja përmenda prapë emrin, kështu që kjo më pëlqen sepse ka liri dhe secili nga ne është vetvetja për të shprehur çfarë do mundemi të themi. Ishte kompliment edhe kjo që thash, ndaj më pëlqen kjo gjë. Ishte kompliment për produksionin përgjithësi. Madje për të mbështetur atë që the ti. Valbona, mirë se erdhe, unë jam dakord me profesor Fredin, kur thot që poza jote me dinamik statike, sipas meje, është interpretimi pauzës, i cili përdoret dhe në teatr, edhe nuk është gjithmonë e lehtë ta interpretosh atë gjë suksese. Është si puna ecjes së balerinëve, duke gjëja më e thjeshtë, por në fakt ndonjëherë bëhet gjëja më e komplikuar dhe endri ma kupton këtë. Ecja në skenë e balerinëve është një nga gjërat që mund të karakterizohet si më e komplikuara. Kështu edhe kjo puna e heshtjes tënde me interpretim. Milaim. Edhe unë e pajtoj në mënyrë absolute me profesor Fredin, mu më pëlqeve shumë nga mbrapa në fakt, për dallim prej lirit. Dhe e kishe skenën absolut në kontrol, kështu, përgëzime. Sa mirë që s'kemi pik sot, nuk kemi pik sot, jemi të qetë, jemi për fest. Ame, më falë, por ne sante jemi vetëm për t'ja ngrefur lartë këndë. Morali, dëshirën e për të bërë patur kompeticion. Faleminderit shumë, Juria. Faleminderit publikut. Dhe Endrit, mund të shkoni në Gold Room, gjithsesi edhe pse s'kemi votimin e juris, pikët e juris, publiki dashur nga shtëpia duhet të votoni në numrin 5115 nga Shqipëria, 55666 nga Kosova, sepse jeni ju ata që do t'i mbani këta konkurent në garë gjithmonë më tepër, drejt finales së madhe. Mirë, jemi akoma në konkurim, të shohim në Gold Room se cili çift na pret atje me Drinin. Në fakt, ajo që bie në sy është që gjithë janë duke bërë stretching, edhe janë pozicionet shumë të vështira, edhe Adela po mësoni disa pozicione. Amo Zaharia ashtu afërmej, cili po bëhet gati që të zbres në skenë në të vërtet. Ai është nga të rinjt i cili është mbushur plot me emocione dhe në fakt ka një energji shumë madhe, e shoh që është gjithë kohës duke komunikuar me gjithë konkurrentët e tjerë, i uron suksese, i ngacmon, ka batuta. Basë edhe për faktin se ai është aktor në profesionin e tij, i ri në moshë, por i është dhënë mjaft besim nga ana e disa regjisorëve në shfaqje të ndryshme të cilat janë vënë në skenë, por kjo skena këtu është krejt tjetër. Nuk e di si janë perceptimet e para. Emocion, s'diskutohet, po që nga ana tjetër mendoj që ky ingredienti që quhet emocion ka për ta zbukuruar akoma më shumë këtë spektakël. Ingredienti është edhe Adela, kështu që sukses edhe Adelës. Faleminderit që edhe ti me Amosin në kërcimin i cili do nis vetëm pas pak, do doja të falenderoja edhe atë i cili është kujdesur në fakt për ne, për Amin, për gjithë konkurrentët, për mua, Kaci dhe Selma Studio, të cilët kujdesen për hair dhe make-up. Falenderime për ata. Kështu që vjojmë tej garën. Ishte vërteta, unë filloj kërcej gjithmonë pasi kam pirë 2 ose 3 bira, po jam personi që pasi kam pirë këto 2-3 bira filloj dhe bien sy si thosh. Për mua është eksperienca parë, edhe përfitoj nga rasti të mësoj dhe ca hapa, pse jo. Edhe kur më thanë që do jesh pjesë e dancing, thash me sigurisht një shaka një shoku, po të nesër më verifikova që në fakt isha në spektakël. Edhe prita shumë mirë, sepse është një eksperiencë ndryshe nga ato që unë kam mësuar të kem, si do që tjetë. Domethënë, sheshet e xhirimit janë si thua jeta ime ose teatro, dhe ke parasysh, kështu që kjo është krejtësisht një eksperiencë ndryshe, edhe mirë pres, e përqafoj. Mendoj që janë që të gjithë shumë mirë, dhe këtë nuk e them nga ajo që unë realisht mendoj, sepse nuk arri do të gjykoj se kush është mirë dhe kush është keq. Kur i shoh, më pëlqen ajo që shoh, po nga ana tjetër dhe balerinat, duke folur me njëri tjetrin, kanë dalë në konkluzionin që në fakt që të gjithë janë shumë mirë, kështu që do jetë gare fort, të kërcej sa më shumë dhe sa më gjatë.
Amos dhe Abela në një salsa. Boum, boum, boum. Même les Américaines comprennent. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Qu'importe l'endroit et le contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Chez ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Amos dhe Abela përfundojnë me salsën e tyre. Përfundojnë me bum bum bum, Amos. Mirë? Po ka dora pak e fustani, nuk e di u vure apo jo. Unë po, nuk e di. Po, Juria jo. Gjithsesi të shohim çdo thot Juria. Ema, si do duk bumi i Amosit? Amosin e kam pas student. Dhe ka qenë një nga ta student me cilët kuptohesha shumë, se nuk jo të gjithë e kuptojnë do të gjuhën e trupit. Do të lësh sheqerin, unë prisja më shumë sepse ja njoh aftësit. Dhe me qenë se jemi në këtë spektakël, me qenë se sot është dita e parë, unë propozoj që pas një farë kohe, me qenë se jemi dhe 2 aktorë, kemi dhe këngëtar, të mund të bëjmë një performing këtu, dans teatr, të vërtet, yes, sepse më vjen keq që ndonjëherë keq kuptohet e përflitet shumtuar ky term, për cilin unë dhe shumë kolegët mit kemi investuar seriozisht në profesion, kështu që, pse jo, aktor kemi, këngëtar kemi, Ilirin e kemi, balerin profesionist kemi, unë propozoj, sot, live, që të bëjmë një dans teatr, në cilin unë të kam parë që ke shumë forma të të kuptuar, sepse është me Ilir si stile tjera, por sot prisja më shumë ato që bërë e din vetë, s'po ta them, ato që bërë e din. E tha vetë. Ka gjëmë për syrën e keq. Për syrën e keq me që është hera parë. I sinqer që në fillim Amos ja tha vetë. Ilir? Përsa i përket padjeshkës që nuk doli, kishe një padjeshk, në momentin kur partnerja kërceu, ti nuk i hyre poshtë. Nuk i hyri. Nuk i hyri. Si duhet marrë këtë njëse? Ajo duhet ndodhi në të njëjtën kohë, në kuptimin që... Pati një nga 3 në fakt në fustanin. Ajo u hudh, hyre me vones. Ka justifikim, Po mirë, Amos, a mund të bësh që të hysh pa vones poshtë? Bëje njerë, provoje njerë pa djeshkën të shofin kush ishte. Pse, e ke bërë në prova, ke kaq ditë që bërë në prova. Bëje, okej. Muzik, ju lutem. Ja, s'ka ju stajtë dhe pa muzik. Jo, dhe pa muzik, Okej, pa muzik. Tata rritët e në mendo, opa. Okej. Bravo. Kjo do të thot kur ka feeling. Çdo të thot fati dhe koincidenca në sken. Ndonjëherë ndodh që mos bëhet. Inputin e fillimit edhe ti e shoqëron direkt poshtë, se në momentin që ndodhin kontratemp nuk mund ta ngresh kur, sa do e lehtë tjetë. Pavarësisht po thoja ti detajit me fjalë që nuk ju doli live, unë mendoj që je një tip shumë atlet, shumë atletikisht i përgatitur, ke shumë mundësi të kërcesh jashtëzakonisht më bukur se sa sonte, ke një prezencë latine që është, mendoj, për gjithë femrat e pëlqyeshme, kështu që... Milaimin?
Milejmi do ketë diçka për të shtuar, se me zgo për të radhën për të folur. Kështu që shfrytëzoje më shumë imazhin tënd. Duhet të investosh te imazhi edhe tek mënyra atletike e trupit që je I përgatitur, je I lehtë. Kështu që komplimente. Komplimente shumë. Milejm? Unë amos e kam vajzën emen, është 6 vjetë të gjysë dhe I flet perfekt 2 dialektet, edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë. Desha me të pytë prej nga je si vend, prej cilit fshat nga Shqipëria? Nga Tirana, nga fshati Tiranës. Oke, në regull. Jo, se m'la përshtypje tek prezentimi ajo puna me një birë, me 3 bira, që ta e filloj. Sa birra I pjen? Varet. Varet, oke. Po me qenë se I hyren nga poshtë, kështu të përgëzoj edhe velkomen. Fredi. Vetëm Prishtinë të kuptojnë edhe unë. Fredi, një koment të shkurtër? Koment shkurtër, musit e amusit janë të mëdhaja, kjo që I bëri ishte përgjithsisht e mirë, ka nevojë, kjo kishte nevojë edhe për një, si thush, përmbledhje çik më të mirë, po megjithatë shumë mirë, është java parë. Megjithatë shumë mirë. Okej, nuk kemi pikë sot, shkoni të lumtur në Goldrum dhe relaksohuni. Salsa ishte bum bum. Ishte salsa makarona. Faleminderit. Okej, faleminderit çiftit. Okej, atëherë do të kalojmë në një hapësirë tjetër marketingu për të dhënë mundësinë të gjithë bashkëpunëtorëve të këtij edicioni për t'u falendëruar. Faleminderit MoneyGram, Thailand Hot dhe Kasharel. Kemi shumë pak publicitet dhe rikthehemi këtu me të tjera emocione, vetëm këtu në Dancing.